Dr. Mario Kelly, është rektori i Universitetit Vitrina, Angelo Zhami, është kancelare i Universitetit, Zoti Muhamet Senko, drejtori i Shkollës Mesme, profesori Driza Xhia, profesori i nderuar i Universitetit Vitrina, kemi gjithashtu dhe pedagog dhe student, si dhe gjimnazist dhe mësues në shkollën mesme. Godina që shihni do të dirigjuar rektorati, janë dy arrektike profesorëve, sekretaria mësimore, gjitha fakulteteve, kemi 7 fakultete, fakultetin e drejtësisë, fakultetin e ekonomisë turizmit, fakulteti i arkitekturës, i inxhinierisë, fakulteti i mjekësisë dhe fakulteti i shkencave teknike. Këto fakultete kanë një përgjithësi dhe ekosistemore, të cilat do të njëjtin do si të informuese që të merrni tek seminari organizuar ose për Në tjetër shumë pare së Vitrina, Universitetit Vitrina, me botime të ndryshme, me shqetë të ndryshme, teori dhe teori. Shpikojnë si fakulteti shkencave teknike, fakulteti ekonomike. Kjo është salla Sami Frashi, është njëkohësisht dhe pjesë e bibliotekës. Në emër të Fondacionit Vitrina dhe të Fakultetit Ekonomi Turizëm të Universitetit Vitrina, unë ju uroj të gjithëve mirëseardhjen në kampusin universitar Vitrina, që na keni nderuar me pjesëmarrjen tuaj. Do dëshiroja të falenderoja drejtorin e shkollës së Kuçovës, së shkollës së mesme, Myrteza Kepi në Kuçovë, profesorët e nderuar të shkollës dhe të gjithë maturantët e shkollës së mesme Myrteza Kepi të Kuçovës. Faleminderit. Ne sot kemi organizuar një tavolinë të rumbullakët, le ta quaj, me temë Bëj nder vendit tënd, fton në Shqipëri sa më shumë vizitor. Kuçova dhe rrethi i Beratit është një vend turistik, të gjithë e dimë. Ju ftoj të gjithëve që me idetë tuaja, sugjerimet, mendimet, qoftë edhe pyetjet tuaja, ti diskutojmë dhe në fund shpresoj që të nxjerrim gjërat me vlerë nga kjo tavolinë rumbullakët. Fjalën e hapjes dëshiroj t'ja jepja pedagogës së Fakultetit e Ekonomi Turizëm, zonjush Alida Skënderaj, për të thënë diçka rreth nismës Welcome to Albania. Mirë se na erdhët Kuçova. Konfirmim, ose mund ta quaj një konfirmim pjesëmarrjen tuaj këtu në kampusin Vitrina, që ju do jeni pjesëtar të nismës Welcome to Albania. Pra, do thotë të nismës së promovimit të turizmit, pra Bëj nder vendit tënd, fton në Shqipëri sa më shumë vizitor. Atin, domethënë disa prej tyre, jo të gjitha, sepse nuk do mundja për shkak domethënë të minutave të kufizuara. Përshëndetje gjithëve dhe faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Paka shumë Alida foli për atë që ne organizojmë si lëvizje, por ajo që do theksoja unë është që çdo të shtunë ne organizojmë tryeza të rumbullakta në këto qytete të ndryshme. Kemi filluar prej javësh dhe do vazhdoj. Qëllimi i këtyre tryezave është që të promovojmë turizmin. Por ju do hidhni pyetjen pse? Po, sepse turizmi shihet, jo vetëm nga ne, nga gjithë, shihet si një sfidë kryesore për zhvillimin ekonomik të një vendi. Dhe pse jo, ta marrim këtë iniciativë ne dhe ta çojmë më përpara. Ne si lëvizje nuk kemi shumë dëshirë që të përfshihen shumë të ri, shumë njerëz të tjerë. Por si mund bëhet kjo? Ka shumë mënyra. Thjesht po t'i referohemi rrjeteve sociale që ju jeni të rinj dhe i përdorni shumë, dhe një nga mënyrat është thjesht duke bërë foto vendit tuaj dhe duke i bërë një përshkrim të shkurtër në gjuhë, duke filluar që nga gjuha shqipe dhe pastaj gjuhët e tjera, dhe këtë foto ta shpërndani sa më shumë. Dhe kështu ju do jeni iniciator për të ftuar sa më shumë vizitor në vendin tuaj në Shqipëri. Cilat do të ishin influenca e kësaj? Ju jeni të rinj dhe keni nevojë për punë. Dhe po të kemi më shumë vizitor në vendin tonë, do të ketë më shumë vende të reja pune. Dhe ju, kështu të përfshini në këtë iniciativë. Unë ju mirëpres dhe uroj që idetë tuaja të mos mbesin thjesht ide. Faleminderit. Faleminderit, sinqerisht faleminderit për ftesën. Si universitet, është një përvojë që me të vërtet për mua dhe në këto momente me fjalë ndjej me të vërtet emocione për pritjen, organizimin dhe rezultatet që keni arrit deri tani, me pak informacion që kam marrë. Pajisje e gjithë nxënësve, ndoshta edhe imja me 4 dosje, ku për mua me fjalë, me vlerë banka e ideve, e cila ju ofron të gjithë nxënësve, gjithë shqiptarëve,
të sjellin sa më shumë ide për promovimin e kësaj teme për cilën ne jemi mbledhur sot. Do t'ju uroja suksese në punën tuaj dhe një bashkëpunim sa më të mirë. Shpresoj që edhe nxënësit të jenë të gatshëm na të mbështesin domthonë nismën tuaj duke komunikuar me mjetet e ndryshme të informimit që sot nuk mungojnë. Faleminderit edhe një herë. Mirë se erdhët. Së pari dua t'ju falenderoj për rregullin në hyrje dhe derisa keni mbërritur të salla dhe mënyrën se si zut vend. Ishte vërtet e denjë për student të moshës suaj. Menaxhimi të turizmit. Kemi pasur gjithmonë vështirësi me studentët sepse priren më tepër te Financbanka, kujtojnë se do të gjejnë punë më lehtë me ta. E vërteta është që ne duhet ta njohim pak më shumë vendin ton, duhet ta duam pak më shumë dhe pastaj do ta kemi mundësinë edhe të zgjedhjes të menaxhimit të turizmit sepse është deg shumë e bukur. Përveç kësaj, ka dhe pedagog shumë të përgatitur që japin mësim në degën përkatëse. Unë do marr spunto nga diçka që tha kolegja për Kalan e Zgërdeshit. Ishte hera e parë që unë merja vesh dhe shumë nga kolegët po ashtu, që emri Albania vjen pikërisht nga ajo zonë. Dhe ishte një surprizë shumë e këndshme, po nga ana tjetër të vjen keq kur mendon se sa pak e njohim ne vendin ton. Ram dakord me kolegët atë ditë pikërisht për këtë gjë, që ne e njohim shumë pak vendin ton. Prandaj dhe ndonjëherë tentojmë më shpejt ikim me pushime jashtë shtetit. Unë do t'ju ftoja të gjithëve që të bëhemi më të ndërgjegjshëm dhe disa nga idetë tuaja do të jenë patjetër të mirëpritura. Tha edhe drejtori, Kuçova është një qytet i ri i ndërtuar mbi bazën e industrisë dhe nuk mund të ketë një vlera historike apo diçka historike. Por ne kemi mësuar që një vend të jetë turistik, kemi mësuar që një vend të jetë turistik nuk ka vetëm vlera materiale, por dhe vlera shpirtërore. Kuçovarët i festojnë shumë bukur festat, kemi edhe ne traditat, ato gatimet tona dhe ka plot gjellat, gatimet tona janë vërtet shumë tradicionale dhe shumë të vjetra. Kaq kisha. Përshëndetje gjithëve, ju falenderoj që jeni pjesë e kësaj tavoline Trumbullakët dhe që na nderuat me pjesëmarrjen tuaj. Ajo që doja të vazhdoja është diskutimi që bëri vajza në lidhje me festat që ju organizoni, me mikpritjen tuaj. Sa angazhohen njerëzit e Kuçovës, qytetarët e Kuçovës për të ftuar të tjerë për të festuar këto festa në Kuçovë, për të parë se si këto festa festohen. Shkolla e lartë private Vitrina dhe Lëvizja Shqipëria e Re ka ndërmarrë një nismë për dërguar 1 milion ftesa për ata që jetojnë jashtë, qoftë për familjarët, qoftë për të afërmit, për miqt, shokë të cilët jetojnë jashtë. Atëherë çfarë keni bërë ju për të ftuar të tjerët në Kuçovë për të festuar një festë? Unë doja të thoja që Kuçova është një vend që zakonisht përgjatë festave që mund të quhen mund të festohen, është tepër i organizuar ashtu si dhe nga rinia apo dhe organet kompetente i kanë kushtuar një rëndësi tepër të madhe. Mund të themi se është 15 gushti e cila është caktuar prej bashkisë si dita e emigrantëve në Kuçovë, ku ne i ftojmë ata nëpërmjet promovimeve të ndryshme që bëhen, që ata të vinë dhe kryesisht është një koncert që organizohet festiv dhe për gjithë emigrantët që Kuçova është këtu është vendi juaj me gjitha bukuritë dhe ju duhet që të vini shpesh dhe ta vizitoni atë. Nëse vjen një vizitor, një mik i yni, kemi gjithë mendjen në kokë një vend bukur ku ta çojmë domethënë, ku t'i prim, si ta them. Qoftë restorant apo një rrugicë e bukur apo një lagje e bukur që prezantohemi denjësisht. Ju në Kuçovë, ku do i prini një miku tuaj zëm, keni nisat e kartolinën e bukur apo foton që ju tha përfaqësuesja e lëvizjes, me përshkrimin tuaj në anglisht, në italisht dhe ja doli një nga Italia që thotë, unë kam dëshirë të vi. Ku do i prinit? Kemi 2 kisha me vlera të mëdha historike dhe patjetër nëse do të vinte dikush nga Italia ose nga një vend tjetër i huaj, patjetër që do t'i çonim në këto 2 kisha pasi kanë vlera të vërtet të mëdha dhe nuk duhen humbur për t'u parë dhe për t'u shijuar. Edhe në Kuçovë është e praktikuar jeta, si mund ta themi, e argëtimit apo ata ti mirëpresim. Mund të përmendim lokale të ndryshme, pube, si çdo rinia që pëlqejnë sot, kështu që ne mund t'i mirëpresim. Për sa i përket grupmoshave më të mëdha që ndoshta nuk preferojnë pubet apo jetën e natës, përsëri vazhdojmë që të kemi vende, restorante ku ata mund të është e vërtetë që ndikon.
deri para viteve 90, Kuçova njihej si një zonë me ndotje më të lartë të mjedisit. Në qyteti pastër është me të vërtet për të marrë si model. Dhe unë duke më nisur nga kjo duhet të them edhe këtu kampusi universitar Vitrina, tek ne është me të vërtet një vend i pastër dhe është model për ta ndjekur kushdo që vjen dhe bën dhe viziton kampusin universitar Vitrina. Pse e themi këtë? Dhe gjelbërimi këtu në kampusin ton është me të vërtet për tu admiruar. Po kështu është uji dhe e treta janë fytyrat e qeshurat e njerëzve. Dhe kjo është karakteristike këtu tek ne, që në hyrje kur vjen te hyrje të kampusit dhe kudo në gjitha mirë. Pastërtia thonë që është 2/3 e shëndetit. Pastërtia thonë që është kërkesë e besimit, rrit besimit tek njerëzit. Prandaj Shqipëria ne mundemi